Në mbështetje të ish-udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me 17 tetor në Tiranë pritet të mbahet protestë organizuar nga organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Protesta në kryeqendrën e Shqipërisë do të pasojë nga ato që janë mbajtur në Prishtinë dhe Hag, në mbështetje të atyre që po gjykohen nga specialja. Sot, nga kjo tërheqës, ju dërtojmë të gjithë shqiptarë, kudo që jetojnë, veprojnë, parti politike shqiptare, sidomos Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, bashkohuni me ne në këtë protestë paqësore në Tiranë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. E kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, Xhavet Jashari, u shpreh se gjykata speciale po e njollos luftën e drejtë të UÇK-s. Jo vetëm se kërreret e ushtrisë shqiptare të Kosovës mbahen padrejtësisht atje, por nga kjo gjykatë është duke u sulmuar dhe duke bërë përpjekje për të njollosur dhe të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe mendoj që populli dhe kombi shqiptar, kudo që janë, duhet të reagojnë. Bashkëorganizatori i protestës, Azgan Haklaj, theksoi se ish-udhëheqësit e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s po mbahen padrejtësisht në Hag. Ai bëri thirrje për pjesëmarrje sa më të madhe me 17 tetor. Sot është një moment historik, çlirimtarët ndodhen në Hag përballë disa akuzave të fabrikuara, ndërkohë Redo Iqiqi me shok është i lirë. Ndaj sot është mision shumë i rëndësishëm i shqiptarëve dhe ju drejtohem me një thirrje tepër vllazërisht e shumë shqiptarisht. Të gjithë sot jemi UÇK. Motoja jonë është edhe unë jam UÇK, drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi akuzohen nga specialja për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Ata janë duke u mbajtur në paraburgim që nga viti 2020.